Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Letra që do të ndaj me ju është një letër kërkim falje. E pabesueshme, por e vërtet, një nën ka shkruar me shumë emocion për nusen e saj. Ajo ndjet fajtore, ndjet e emocionuar që nuse nuk e ka respektuar, nuk e ka dashur, nuk ja ka njohur atë anën e mirë, atë anën pozitive nuses së saj. E dashur bia ime, po ta shkruaj këtë letër me duart që më dridhen dhe me zemër që ka mbajtur për shumë vite një barë tepër të rëndë. Nuk e di nëse do ta dëgjosh deri në fund, nuk e di nëse do të gjesh forcën të më falësh, por e di se nuk dua të largohem nga kjo jetë pa të thënë të vërtetën. Unë që po e shkruaj këtë letër jam vjera jote mirëvetja. Për shumë vite të kam lënduar, të kam folur ftohtë, të kam gjykuar pa të njojtur. Të kam bërë të ndjehesh e huaj në shtëpinë ku duhej të ndihesh e bi. E di që asnjë fjalë nuk mund t'i fshi lotët që ti ke derdhur. Netët pa gjumë dhe dhimbjen që të kam shkaktuar, por sot dua të të kërkoj falje me të gjithë qenien time. Kur ti u bëre pjesë e familjes son, unë nuk të pash si vajzën që kishte ardhur me shumë dashuri. Të pash si dikë që po ma merrte djalin. Në fakt ishte frika ime dhe jo faji yt. Kisha kaluar gjithë jetën duke e rritur me mundime, me sakrifica, me net pa gjumë dhe me lotë që askush nuk i pa. Kur ai filloi të të donte ty më shumë se çdo gjë, zemra ime e dobët nuk e kuptoi se dashuria e një djalit për gruan nuk ja pakëson dashurim për nënën. Në vend që të gëzohesha që ai kishte gjetur lumturinë, unë luftova kundër saj. Çdo buzëqeshje e jotja më dukej sikur po më sfidonte. Çdo vendim që merrnit bashkë më dukej sikur mua më përjashtoni nga jeta. Nuk e kuptova se po luftoja me hijet e mia dhe jo me ty. Më fal për çdo herë që të kam folur me zë të lartë. Më fal për çdo fjalë që të kam thënë. Fjalët i kam thënë para të tjerëve vetëm që të ndihesh e vogël. Më fal për çdo ditë kur nuk ta hapa derën e zemrës. Më fal për çdo darkë ku nuk mund ta mbushja pjatën me dashurinë që e meriton një bi. E di që shumë herë ke hyrë në dhomë dhe ke qarë fshehurazi. E di që ke buzëqeshur para djalit tim që ai të mos e kuptonte sa shumë të kisha lënduar. E di që shumë net ke menduar të largoheshe nga kjo familje, por qëndrove për dashurinë që kishe për burrin tënd. Sot e kuptoj se sa e fortë ke qenë. Unë të quaja kokfort, por në të vërtet ti ishe e duruar. Të quaja të ftohtë, por ishte zemra jote që ishte lodhur nga plagët që unë i hapja çdo ditë. Të quaja të huaj, ndërsa në të vërtet isha unë ajo që nuk të lejova kur të ndieshe si në shtëpi. Më kujtohet dita kur erdhe për herë të parë në pragun tonë. Ti kishe sy plot shpresë dhe buzëqeshje të sinqertë. Kishe ëndra për një familje të lumtur. Unë në vend që të përqafoja, ngrita mure mes nesh.
Ti trokite shumë herë në zemrën time. Por unë nuk hapa derë. Sa shumë gabova. Kam menduar gjatë këto vite, çdo natë kam folur me ndërgjegjen time. Në pasqyrë dhe kam pyetur veten, çfarë fitova duke u ryer një vajzë që nuk më bëri asnjë gjë të keqe. Në thelb nuk fitova asnjë gjë. Humba buzëqeshjen tënde, humba besimin tënd, humba mundësinë të quaja bie me zemër. Humba vite që nuk kthehen më. Më fal që të bëra të ndjeshe sikur nuk ishte mjaftueshme. Më fal që nuk të pagëzova kur arrije diçka. Më fal që nuk të falenderova kur kujdeseshe për shtëpinë, për djalin tim dhe për të gjithë ne. Më fal që mora sy detyrim gjithçka që bëje me dashuri. Kur u bëre nën mendova se do të ndryshoje. Pristja të gaboheshe, që të fajsoja përsëri, por ty u bëre një nënë e mrekullueshme. I faleve fëmijëve të tu dashurinë që nuk dita të ta fal ty. Dhe atëherë fillova të kuptoj se problemi nuk kishe qenë kur ti. Problemi isha unë. Ishte krenaria ime, egoja ime, frika ime nga vetmia, mundësia ime e vjetër. Besimi i gabuar se nusja duhet të vuaj që të fitoj respektin e familjes. Sot e di se respekti nuk fitohet duke lënduar. Dashuria nuk ndërtohet me urrejtje. Familja nuk bashkohet me fjalë të hidhura. Kam parë shumë gra që bëhen vjera dhe harojnë se dikur dhe ato kanë qenë nuse. Edhe unë harova. Harova lotët e mi të dikurshëm dhe pa e kuptuar të detyrova ty të qaje për të njëjtën arsye. Sa padrejtësi. Nëse do ta kisha mundësinë ta ktheja kohën pas, dita e parë që do të vije në shtëpinë tonë do të ishte ndryshe. Do të të përqafoja fort, do të thoja mirë se erdhe bi, kjo është edhe shtëpia jote. Do të të pyesja se si ndjesh, do të të ndihmoja të përshtatesh, do të isha pranë teje kur kishe frikë. Do të të mbroja kur të tjerët të gjykonin, do të isha një nënë e dytë dhe jo një armike. Por koha nuk rikthehet, na mbetet vetëm pendimi. Dhe pendimi është plagë që nuk shërohet lehtë. Nuk po ta shkruaj këtë letër që të më quash të mirë. Nuk po t'i them këto fjalë që të harrosh gjithçka. Nuk po ta lë këtë letër që të më justifikohesh. Po ta shkruaj sepse dua të vdes me ndërgjegjen më të lehtë duke e pranuar fajin tim. Nëse një ditë do gjesh forcën të më falësh, do të jetë dhurata më e madhe që mund të marr ndonjëherë. Këto janë fjalët e kësaj nëne adresuar nusës së saj. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfime Jete, për të ndarë një letër tepër shokuese dhe emocionuese. Në fakt më kanë shkruar nëna të ndryshme për faktin që nuset nuk i duan, për faktin që djemt nuk i respektojnë, për faktin që marrëdhëniet e tyre familjare janë të prishura, por nuk më kanë shkruar nëna me pretekstin e këtill për djemtët të tyre. Do të thënë është një letër tepër e ndjerë, një letër tepër emocionuese që unë në fakt nuk e prisja që do ta lexoj. Biri im i dashur, po ta shkruaj këtë letër me duar që më dridhen dhe me zemër të coptuar, nuk e di nëse do ta dëgjosh këtë letër deri në fund, apo edhe këtë herë do të më thuash se jam plakur dhe se shoh armiq kudo. Por një nën nuk flet kur kot, kur e ndjen se familja e saj po shkon drejt humnerës së madhe. Nuk kam ardhur të të prish lumturinë. Nuk kam ardhur të zgjedh unë ty gruan. Kam ardhur vetëm të të mbroj sepse ti je djali që unë e kam rritur me mund, me lot dhe me shumë sakrifica. Kam punuar ditë dhe natë që ti të mos e ndjeje urinë që kam ndjerë unë.
kam fjetur pa bukë që ti të kishe një copë mish në pjatë. Sot më dhëm kur shoh se nuk i beson më ti personalisht nënës tënde. Biri im, komshinët flasin. Njerëzit nuk flasin gjithmonë të vërtetën, po kur të njëjtën gjë e dëgjon më shumë nga shumë goja, një nën nuk mund të bëjë sikur nuk e dëgjon të vërtetën. Më kanë thënë se vajza me të cilën i e lidhur nuk të do ty, por paratë e tua. Se për para është gati të shes dashurin, besimin edhe nderin. Nuk e di nëse është e vërtet, nuk kam prova, por kam frikë. Kur të afrova këtë shqetësim, ti nuk më dëgjove në asnjë mënyrë. Më the se jam xheloze, më the se dua të shkatërroj lidhjen tënde, më the se nuk dua në asnjë mënyrë të shoh të lumtur. A ka dhimbje më të madhe për një nënë se sa të dëgjoj këto fjalë nga djali i saj? Unë nuk dua asnjë gjë nga pasuria jote. Nuk dua as shtëpinë, as makinën, as kursimet e tua. Dua vetëm të mos të shoh një ditë duke qarë. Kur të jetë shumë vonë dhe të kuptosh se zemra jote vërtet është përdorur. Biri im, dashuria nuk blihet me para. Dashuria nuk matet me dhurata të shtrinta. Një vajzë që të do, një vajzë që të respekton edhe kur xhepi yt është bosh, ajo të qëndron pranë në ditët e vështira dhe jo vetëm në ditët kur karta bankare është plot. Unë nuk po e gjykoj atë vajzë, po të kërkoj vetëm që të hapësh syt. Mos e lërgon nënën nga jeta jote, vetëm sepse të thot një fjalë që ty në thelb nuk të pëlqen. Një ditë kur flokët e mi të mos të jenë më të bardhë mbi këtë tokë, do ta kujtosh këtë letër dhe ndoshta do të kuptosh pse këmbëngula unë kaq shumë. Nëse kam gabuar, do t'jem e para që do të kërkoj faljen. Por nëse kam pasur të drejtë, atëherë dua që ta dish se çdo fjalë që të thash lindi nga dashuria e një nëne edhe jo në këtë mes nga urrejtja. Mos e injoro zërin tim, birim. Një nën mund të gaboj, por kur nuk pushon së dashuruari fëmijën e saj. Edhe kur ti më kthen shpinën, unë vazhdoj të lutem çdo natë që Zoti të ruaj nga njerëzit që të buzëqeshin për interes. Nëse një ditë do të rëzohesh, mos haro se dera ime do t'jetë gjithmonë e hapur. Unë do t'jem përsëri ajo nën që do të pres me lot në sy dhe me zemrën plot falje. Sepse kështu është zemra e një nëne. Mund të thyet 1000 herë, por nuk pushon kur së rahuri për fëmijën e saj. Në fakt, kjo është letra që kjo nënë e ka sjellur. Unë dua me patjetër që të jap një këshill. Ju mund të më thoni, po mirë o Tiron, tani kjo nëna si mund të bëhet pjesë kaq shumë e marrëdhënies së djalit. Ajo dëshiron ta ndanë djalin, nuk e do nusen. Unë nuk e quaj të tillë. Unë them që një nën në asnjë mënyrë nuk është kundër zgjedhjes që djali ka bërë, deri në kohën kur ajo shikon që djali dhe marrëdhënia e tij është shumë e lumtur dhe është shumë okay. Në momentin që kjo nën fillon edhe dyshon
dëgjon, shikon që kjo nuse është e njohur në zonë, do me thënë këtë vajzë e njohin, ka ca njerëz që flasin, unë them që aty ku flasin një qingoj, së është pa gjë. Ka një gjë aty, ka, një thash e them, aty ku flitet. Dhe unë më së shumë t'i shoh këtu në këtë mes, do me thënë një tendencë të nënës, jo për ta ndarë djalit, në asnjë mënyrë, por për t'i treguar djalit që djali të ulet ta kupton, që më fal nën, kjo është e vërteta. Kjo është situata, por në anën tjetër, ka çdo medalje i ka dy anë. Me thënë, nuk është çdo gjë keq, por shi situatën njerëz si është. Interesohu, studioje, provokohe, sepse ti atë do e marrësh në shtëpi. Dhe nesër ti nuk mund ta shkatërrosh familjen tënde, sepse ti më herët nuk e ke menduar ashtu siç duhet. Do me thënë, unë këtu më së shumë t'i shoh një lloj mësimi që kjo nën ushtron ndaj fëmijës së saj, sesa një lloj dëshire për t'ia shkatëruar familjen, ashtu siç në fakt, do me thënë, pretendohet që disa të tjerë të thonë. Dua të marr mendimin tuaj.